Te unë. Guarda le foto per questo. Tutto nuovo. Nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Kadriu, nderuari Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, Ministri Kryetar në Kosovë, të nderuar deputet, të zgjedhur të popullit, nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuara familje të dëshmorëve, i dashur Livaca Arifat, të nderuar zëvendës, kryeministra dhe ministra të kabinetit qeveritar, drejtuese të pasues të institucioneve tona shtetërore, shkoqësi ambasador dhe miq ndërkombëtar, delegacioni deputetëve nga Britania e Madhe, deputete Alisha Shërc, delegacioni Adresh, përfaqësues nga Garda Jollas SHBA, mysafirë që keni ardhur nga gjitha hapësirat e popullit shqiptar, posaçërisht për qenë sot me ne në këtë ditë të veçantë për Kosovën dhe qytetarët tanë, të dashur mërdimtar, të nderuar qytetar, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës me rastin e kremtimit të 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë të Republikës së Kosovës. Dhe tani po e intonojmë himnin dhe të gjithë krye.
I nderuar President Begaj, e nderuar Kryetare e Kuvendit Zonja Haxhiu, I nderuar Kryeministër Kurti dhe anëtar të Kabinetit Qeveritar, shumë I dashur Bazarifat, të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, të nderuar përfaqësues diplomatik të shteteve mike, ish president e ish kryeministra, nderuar familje Rugova, familje Jashari, familje të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, prispetar të vendit tonë, shumë të nderuar mysafir nga Garda e Iowa, nga Anglia dhe nga shtetet të ndryshme të vendit tonë, shumë të dashur qytetarë të Republikës sonë. 18 vjet më parë, Kosova u ngrit nga vuajtja në dignitet, e nga rezistenca në shtetësi, duke dëshmuar kështu se liria e fituar me sakrificë është e përjetshme. 18 vjet më parë, Kosova u shpall shtet I lirë, I pavarur dhe sovran, duke I dhënë fund një udhëtimi të gjatë e të dhimbshëm, por edhe duke hapur një kapitull të ri të historisë sonë kombëtare. Pavarësia e Kosovës u fitua me mund, me gjak, me sakrificë dhe me durim shekullor. Ajo u ndërtua nga ata që u persekutuan, u burgosën, u dëbuan, u luftuan, por asnjëherë nuk u nënshtruan. Sot me respektin më të thellë, përulemi para kujtimit të gjithë atyre burrave e grave që ranë për këtë ditë, në mënyrë që Kosova të jetë republikë. Në themelet e shtetit tonë qëndron vizioni I presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Republikës sonë. Me mençuri, durim, vizion dhe një besim të palëkundur në lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë, ai udhëhoqi Kosovën në kohët më të rënda, duke I dhënë kauzës sonë legjitimitet e mbështetje ndërkombëtare, si dhe shpresë të brendshme. Historia jonë më tej është brumosur në periudhën e luftës për liri. Ajo mban emrin e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij heroike dhe të gjithë burrave e grave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja është ideali më I madh që kanë ndërtuar shqiptarët në ndërshekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi gjenocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që sot gjenden në Hag, së bashku me mijëra luftëtar të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dignitet dhe për të dirëjtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atë rajon e tyre. Prandaj çdo përpjekje për ta barazuar luftën tonë çlirimtare me krimet e regjimit gjenocidal të Serbisë, jo vetëm që e minon drejtësinë, por dëmton rënd edhe themelet e paqes afatgjatë në rajonin tonë. Lufta e UÇK-s ishte shtylla jonë më e fuqishme e rezistencës dhe e shtresës. Kjo e vërtet historike është themel I shtetit tonë dhe nuk mund të zhbëhet nga asnjë përpjekje për rishkrim apo deformim të historisë. Sot më shumë se kurrë e kemi për detyrë të qëndrojmë së bashku. Asnjë dallim I yni I së kaluarës apo I së tashmes nuk guxon të jetë pengesë në unitetin tonë në mbrojtje të luftës sonë çlirimtare, sepse kështu ne e mbrojmë pastërtinë e lirisë, pavarësisë dhe vetë ekzistencën e shtetit tonë. Sepse mbi çdo dallim ekziston përgjegjësia jone e përbashkët për ta mbrojtur këtë shtet, I cili është rezultat I një sakrifice shekullore. Duke mbrojtur të vërtetën, ne mbrojmë vetë shtetësinë tonë dhe këtë do ta bëjmë për sa të jetë jeta, sepse lufta jonë çlirimtare ishte betimi I përgjakur I një populli që deshi të jetoj I lirë në tokën e vetë. Secili prej tyre I dha vulën në trup, në shpirt dhe në kujtesë shtetit të cilin e gëzojmë sot. Prandaj sot detyra jonë është që kjo liri të jetë e denjë për sakrificën
e secilit dëshmor dhe secilit martir që ta jetën për liri. Kosova u bë shtet për ta mbrojtur të vërtetën dhe për të mos lejuar kurrë që historia të rishkruhet në dëm të atyre që sakrifikuan gjithçka. E populli i Kosovës sakrifikoi gjithçka, deri edhe fëmijët në djep, në mënyrë që ne sot ta gëzojmë lirinë. Prandaj nuk do ta pranojmë asnjëherë në Kosovë e kudo në botë ndonjë narrativ që barazon agresorin me viktimën, pushtuesin me të pushtuarin, e krimin me rezistencën për lirinë. Të nderuar deputet, rruga e Kosovës drejt lirisë ka qenë një rrugtim i gjatë, i mundimshëm dhe i mbushur me sfida, por edhe me aleanca të fuqishme e me miqësi të sinqerta. Në këtë përgjetor, me mirënjohje të thellë, dua t'i falenderoj të gjithë aleatët tonë, aleatë të cilët i ndërtuan me mençurinë dhe vizionin e presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova dhe burra e gra që qëndruan pranë tij në ndërtimin e këtyre aleancave të cilat do t'i mbrojmë me çdo kusht. Falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatin tonë strategjik. Falenderojmë çdo shtet evropian e Gjetiu, gjithë partnerët tonë ndërkombëtar që qëndruan për krah Kosovës, kur liria dukej e largët dhe e pamundur. Pa përkrahjen e tyre politike, diplomatike dhe ushtarake, ëndra jonë për liri do të ishte akoma e largët. Sot, pas 18 vite shpejtësi, kemi arritur shumë, por kemi akoma shumë rrugë për të bërë përpara. Përgjithësia jone përbashkët është që idealin për të cilin u krijuan dëshmorët, ta vazhdojmë ta shndrojmë në një shtet të fortë, me sovranitet në çdo pëllëmb të tij, në drejtësi funksionale e të paanshme, në zhvillim ekonomik për çdo qytetar të vendit tonë, në integrim në familjen euroatlantike aty ku e kemi vendin, dhe mbi të gjitha në shpresë për të rinjt tonë. 18 vjet shtet janë edhe më shumë përgjegjësi. Le ta ruajmë Kosovën si amanet. Le ta ndërtojmë të ardhmen me guxim. Le ta mbajmë gjithnjë të gjallë dashurinë për atë tonë. Le ta ruajmë lirinë si vlerën më të shtrenjtë dhe ta ndërtojmë shtetin si shtëpi të përbashkët për të gjithë brezat që do të vinë pas nesh. Lavdi dëshmorëve të kombit e martirëve të lirisë, urimet 18 vjetori i pavarësisë, rroftë Republika e Kosovës për mot e jetë. Faleminderit. Faleminderit e nderuara zonja presidente. Në vazhdim ftoj presidentin e Nderuar Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osman Satriu, nderuar kryetare e Kuvendit, zonja Adulena Haxhiu, nderuar kryeministër Zotë Kurti, nderuar drejtues të institucioneve kushtetuese, të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar dhe deputet, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar përfaqësues të jetës politike, akademike, kulturore dhe fetare e mediatike, si dhe organizatave të dalën nga lufta, veteranë dhe familje të dëshmorëve, nderuar familja Rugova, nderuar familja Jashari, i dashur Baca Refat, vëllezër e motra, të nderuar miq ndërkombëtar të ftuar pjesëmarrës sot në këtë ceremoni. Është kënaqësi për mua që t'jem prezent në këtë solemnitet të Kuvendit të Republikës Kosovës. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë. Çdo shqiptar kudo ndodhet, çdo familje shqiptare në Shqipëri a diasporë, sot ndihen pjesë e festës, e gëzimit, e urimit dhe e krenarisë. Sot është një ditë e madhe. Sot, Kosova mbush 18 vjeç. Në jetën e një njeriu, kjo është mosha e pjekurisë. Momenti kur ëndrat e fëmirisë marrin formën e përgjegjësisë. Në jetën e një shteti, ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i faktishëm, një shtet sovran.
Kosova ishte vendi ku liria brite, sot është vendi ku liria funksionon, ku liria frymëzon. Kosova e sotshme është një shtet I ri në vite, por me rënë të thella sakrificash, kontributesh dhe meritesh. Ajo ecën me hapat sigur drejt së ardhmes, pa harruar kurrë, themelet me cilët u ndërtuan. Intelektualët dhe studentët, mendimtarët dhe luftëtarët, u bashkuan rreth ideal dhe idesë së pavarësisë dhe luftuan me sukses për ideale të mëdha, për lirinë, për drejtat e tyre, për identitetin kombëtar shqiptar dhe mbijetesë. Nga mençuria dhe vizioni paqësore të arpamës një presidentit Ibrahim Rugova, që I dha Kosovës miqt, orientimin euroatlantik dhe besimin e vlerë, nga Adem Demaçi që me sakrificën e tij për liri e bashkim, u shndërrua në ndërgjegje kombëtare, te pushka, trimëria dhe heroizmi I herojit tonë kombëtar Adem Jashari, dhe lufta e drejtë shkrimtare e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, që I dha Kosovës lirin. Ky popull ka treguar se është qëndrestar dhe I pathysh. Kosova ishte me fat që I pati, I rriti, I besoi dhe sot I mban ashtu siç e meriton, simbole frymëzuese të Republikës Kosovës. Kosova është një histori e jetuar suksesi, një histori që bën krenar kombin tonë dhe të gjithë ata që luftuan dhe kontribuan gjatë viteve e dekadave, por bën krenar gjithashtu edhe miqtë e partnerëve tanë strategjik, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësinë Perëndimore. Për herë të parë në histori, NATO përdori nivelin e angazhimit, duke parandaluar katastrofën humanitare, pastrimin etnik, gjenocidin dhe dëbimin kolektiv të qytetarëve të Kosovës, duke mundësuar rikthimin në shtëpitë e tyre, rikthimin në tokën e tyre, rikthimin në shtetin e tyre, rikthimin në familjen e vlerave europiane. Në këtë përvjetor, mendimi ynë shkon tek ata që nuk janë fizikisht mes nesh. Zemrat tona janë me dëshmorët e lirisë aty ku ata prehen. Por sot, mendimi ynë është edhe me ata që po përballen me një betejë të vështirë, të padrejtë dhe vendimtare në hak. Historia e Republikës Kosovës nuk mund të kuptohet dhe as të shkruhet pa emrat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëluftëtarëve të tyre. Ata që dje udhëhoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuzat të montuara në gjykatën ndërkombëtare, duke na bërë të gjithëve të ndihemi të fyer, të paragjykuar dhe të akuzuar. Ata, ushtria shkrimtare e Kosovës dhe të gjithë të tjerë që morën armët për të kërkuar lirinë për ateun e tyre, lirinë për familjet e tyre, për tokën e tyre, gjuhën e tyre, të drejtat e tyre, janë siç kanë qenë e do të jetë gjithmonë, kudo, kurdo e në çdo kohë, simbole të lirisë. Ata janë memorie shtetërore e kombëtare. E vërteta nuk mund të jetësohet, dhe historia nuk mund të rishkruhet e as ndryshohet, sepse liria ka emër, liria meriton respekt, liria meriton drejtësi, liria meriton mirënjohje. Republika e Shqipërisë është në UÇK, me komandantët dhe ushtarët e UÇK-s, me qytetarët e Kosovës, me dhimbjen dhe zemrimin e tyre. Shqipëria ka qëndruar pranë Kosovës, Shqipëria qëndron sot krah Kosovës dhe do të qëndrojë jetë e mot me Kosovë. Në këtë përvjetor, ne kujtojmë se Kosova nuk ishte e vetme në luftën e saj për liri. Mirënjohja jone përjetshme shkon për familjen e kombeve perëndimore, që u bën jo vetëm aleat, por edhe ndërgjegje morale. Mirënjohja jone përjetshme shkon për Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO dhe miqtë ndërkombëtar, që ndalën genocidin ndaj popullit të Kosovës. Sot Kosova nuk është vetëm produkt I kësaj ndjenje, por një nga mbrojtësit më të qëndrueshme të këtyre vlerave. Të nderuar miq
vëllezër e motra. Kosova e sotshme na bën krenar. Ajo ka konsoliduar institucionet demokratike, ka zhvilluar procese zgjedhore të qeta dhe gjithëpërfshirëse dhe ka dëshmuar pjekuritë demokratike. Vullneti qytetarëve i shprehur qartë në zgjedhjet e fundit, tashmë ka marrë formë institucionale me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Sfida e tanishme është që ky mandat i besuar nga qytetarët të përkthehet në qeverisje të përgjithshme, vendimarrje të guximshme dhe përballimin me guxim dhe me mençuri të sfidave të dialogut dhe të integrimit evropian. Urime dhe suksese institucioneve të reja në përmbushjen e përgjegjësive shtetërore. Të nderuar pranishëm, bota është në ndryshim. Në pak vite po ndryshojnë në dhjetra vite politika, pakte, modelet e projekte. Shqipëria dhe Kosova janë të orientuara drejt dhe pa ekuivoke. Kjo nuk është zgjedhje jonë kaliptare. Kjo nuk është zgjedhje e rastësishme. Është zgjedhja jonë strategjike, afatgjatë dhe pjesë e identitetit tonë kombëtar. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Kosovës është organike, vllazërore dhe e shenjtë. Ne jemi një kombë që rreth në dy shtete. Shqipëria është shtëpia juaj, ashtu si Kosova është shpirti ynë. Bashkëpunimi ynë në çdo fushë nuk është zgjedhje politike dhe as interes i përkohshëm. Është detyrimi ynë ndaj brezit. Shqipëria dhe Kosova krah për krah ecin sot në të njëjtin busull drejt një hapësire ku vlerat e lirisë, demokracisë dhe paqes janë të pacënueshme. Ky 18 vjetor na rikujton se ashtu siç ishim bashkë në ditët e vështira të mbijetesës, do të jemi bashkë edhe në kryesat e Brukselit për të dëshmuar se shpirti shqiptarit ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë e përjetësisht euroatlantik. Shqiptarët në rajon, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni Veriut, Mallëzi dhe Serbi, kanë qenë dhe mbeten një faktor i rëndësishëm, emancipues, integrues dhe evropianizues, si dhe kontribues për paqen, sigurinë, stabilitetin dhe begatin në rajonin tonë, por edhe më gjerë. Nuk mund të ketë Europë të plotë pa një Kosovë të barabartë mes të barabartë. Shqipëria do të vazhdojë të jetë një zë i Kosovës në çdo tryezë ndërkombëtare, derisa flamuri i saj të vallvitet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në NATO. Republika e Kosovës e meriton statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe heqjen e çdo mase kufizuese. Një Kosovë e integruar me një faktor shqiptar i fuqizuar janë garanci për stabilitet, demokraci dhe fqinjësi të mirë. Pas 18 vitesh, Kosova nuk është më një projekt shpresë. Është një shtet real, me sfida reale dhe me potencial të jashtëzakonshëm. Kosova sot është më e fortë se sa dje dhe më e përgatitur për sfidat e së nesërmes. Sfidat në veten, por edhe vendosmëria jonë për t'i përballuar ato është e falëkundur. E ardhmja e Republikës Kosovës është europiane, demokratike dhe e lidhur ngushtë me Republikën e Shqipërisë. Të dashur vëllezër e motra, me këto mesazhe vllazërore unë dëshiroj të konfirmoj edhe një herë se është e përbashkët për çdo kryetar shteti të Shqipërisë, qeveri apo parti politike, institucion apo qytetar shqiptar. Urimi që Kosova të ketë progres demokratike në qendër për qytetarët e saj, të ketë sukses dhe zhvillim, të forcojë paqen, të avancojë dialogun politik dhe të mbetet jo vetëm shtetin me moshën më të re të popullsisë, por edhe shteti që ndërton një të ardhme europiane të rinin, me rinin dhe në pritshmërinë e të rinjve. Gëzojeni këtë liri të fituar me gjakë dhe të mbajtur me mund dhe sakrifica. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi për jetë, pavarësia, bekuar qoftë Republika e Kosovës, rroftë kombi shqiptar, rrofshin miq e shqiptarë. Faleminderit nderuar president Begaj. Më lejoni që me rastin e kremtimit të 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, të ju drejtohem me një fjalë raste. E nderuar presidenti e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, nderuari presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, të nderuar deputet,
të Kuvendit të Republikës të Kosovës, i nderuar Kryeministër i Republikës të Kosovës, Zoti Albin Kurti, të nderuara familje të dëshmorëve, i nderuar Baci Rifat Jasharit, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministrat të kabinetit qeveritar, drejtues e përfaqësues të institucioneve të Republikës të Kosovës, shkëlqësi ambasador dhe miq ndërkombëtar, të dashur qytetar, media që përcjellni këtë seancë solene. Sot shënojmë 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Pavarësinë që u bë e mundur falë përpjekjeve dhe sakrificave të vazhdueshme të popullit shqiptar. Pavarësisë që u arrit përmes luftës për çlirim, gjaku të shumë heronjve që ranë dëshmorë në ndërpreza që ne të jemi sot ku jemi këtu. Përpullje përhershme ndaj atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit, para dëshmorëve dhe martirëve, para atyre që përjetuan dhunë në forma të ndryshme, para familjeve që ende mbajnë bindjen e luftës, dhe të gjithë atyre që edhe sot kërkojnë drejtësi. Përpullje para të gjithë atyre që qëndruan dhe nuk u dorëzuan asnjëherë, që ne sot jetojmë të lirë në tokën që kemi trashëguar në shtetin tonë të lirë. Në këtë ditë kujtojmë dhe ndihemi krenar për heroizmin e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë jasharëve që u bën simbol i rezistencës tonë të fuqishme kundër okupimit. Kujtojmë dhe nderojmë urtësinë e presidentit Rugova që orientoi Kosovën drejt mbështetjes ndërkombëtare. Kujtojmë qëndresën e pathyeshme të Basis Adem Demaçit, udhërfysit tonë që mbetet shembull i sakrificës së popullit tonë në rrugën e tij për liri dhe dinjitet. Këto tri linja të historisë tonë çlirimtare e fitimtare u ngritën mbi lavdinë e historisë të qëndresës shekullore ndaj okupimit. Veprimtare dhe veprimtar, aktiviste dhe aktivist, studente e student dhe punëtore e punëtor që brenda dhe jashtë vendit, në diasporë, u angazhuan për një Kosovë të lirë. Falënderimi veçantë miqve dhe aleatëve ndërkombëtar që na mbështetën në rrugën për pavarësi dhe vazhdojnë të qëndrojnë pranë Kosovës në ndërtimin e saj. Të nderuar të pranishëm, këtë ditë të rëndësishme e lartëson ajo që qëndron në themelin e Republikës tonë, ajo që burojë nga populli, që është sa mundësia edhe e vërteta e tij. Ushtria çlirimtare e Kosovës dhe lufta e saj e drejtë në çlirim. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për dinjitet dhe liri. Ajo ishte kundër përgjigje në rrethanat e një okupimi të ashpër, kur dhuna sistematike ndaj popullit shqiptar po merrte për masa shkatruese. UÇK-ja ishte ushtria mbrojtëse e një populli që kërkonte të jetonte i lirë në vendin e vet, pa pasur synim shkatrimin e askujt tjetër. Dhe çdo përpjekje për ta shkëputur këtë luftë nga konteksti i saj historik dhe politik rrezikon ta shtrembërojë të vërtetën e asaj kohe. Aq shumë kishte besim në drejtsinë e luftës tonë, saqë vota demokratike aso kohë intervenoi e më vonë edhe mbështeti pavarësinë e vendit tonë. Ne i kujtojmë këtë vërteta sepse populli i Kosovës e përjeton si të padrejtë gjykatën sociale. Dhe këtë gjykim së pari sepse anashkalon vetë rrethanat në të cilat u zhvillua lufta jonë çlirimtare. Lufta jonë nuk ishte agresion, por rezistencë ndaj okupimit dhe shtypjes, ndaj gjenocidit dhe spastrimit etnik. Luftë për të mbrojtur tokën tonë, pragun e shtëpisë,